Përshëndetje shikues të nderuar të emisionit të Reload. Normal që nuk mungojna me emisionin festiv, do me thonë me festu bashkë me ne, me mu me Traklin Lutinë, ne kena bo gati një vetur me madhësi pak më të madhe nga Automita, edhe kena bo disa dhurata gati, ku është dhurata fundit që ne pe vendosin në bagazh, pe msheli bagazhin, po jenë branda, edhe po vazhdojna për me i dhuru njerëzve dhurata edhe disa mysafirëve që kena mi pas ftum brenda në veturë dhe kena me bo xhiro me ta. Kështu që, ndja kena një deri në fund, sepse Lutina po do këtë bukur, Trakla deri dikun. Mirë dita Kevin, mirë dita, mirë se erdhe, si a e mirë? A e një lodhe, qa ke bo Lutina, si e? Trakla, qyshe, a e mirë, urime vitiri. Po nërë urime vitiri. Që shkallove më dhja, që shkallove më shka, bën një gjako vartë për vitiri. Kena hongër buk. Bo kojmë krej. Mas një viti. Po qka qëtë një kështu? Sok dzigin api. Urime vitiri Kevin. Urime dhe ty Lutin. Ma në fund urrite pa ku plake i bone do vjetë. Sa i bon 2026? 22. 22, sot e vrejta pak musteshe që ja këshin njësë. E a i stimulon të rritjen e mustesheve? Jo, më vjen kes, më vjen morë, më po dikush. Të po stimulima. Trakla te, për vitri? Mirë shumë, me familje, tu kalu mirë, momentet e mira, aty mbledha një Që të trakjeta? Po pak. Boqa po voqë? Si gjeta. Po. Dolin balkon. Me efekte të veta. Me efekte të veta. Nuk presin ma shumë. Latina, ti që shkallove? Mirë kalova shumë. S'ka ma mirë se me familje me konë. Unë s'kisha dash me konë ku do, kërkon në botë, përveç në shpe. Tam. Është aja data 31 është datë shumë e veçantë që me përgjithësi e kom vrejt Kosovë përjetojnë si moment. Se ka vende tjera që, okej, e gëzojnë orën 00, po të na është dëshmish shumë festive. Edhe normalisht mediat, edhe na si televizion kemi përgatitur edhe program shumë muzikor, në aspektin që me përqu lumëturi, energji të mirë e kësi gjana. E sot jena vesh serios. Veç na jem të vetënit që s'kem valle muzikë. Po kena këto. Po, kem muzikën e përgjedhën nga Kevini sot. Çfarë kongë po dën ti ta lëshenja kështu? Pak para se s'po di, hajt për vitri qa kishe ngu ti në shpetone. Çka lëshoni ju muzika aty? A çka do që kanë duka gjenë? Duka gjenë në Po të vish... I kena dëgju djetë Lutina. Po, dhe sonte. Ka dhe sonte nesër, edhe çdo ditë tjetër sa dhe ki një darkë shumë specialin duka gjenë. Së kanë tirë në darka, që shto me ongër bëllon. Ke mujt me shku, mra pas kena. Pas me bo një gjërin pra pas kena, po... Që si ke pas kejt shumë yje muzikore, të muzikës populore dhe zbalice. Vitiri muzikë. Për ndryshe sot, në emisioni Reload, jemi në këtë format, kemi vendos me dalë, edhe me i taku disa prej kolegëve tanë, të cilët janë edhe kanë qenë gjatë kretë vitit 2025 tepër ngarkuar në aspektin e informacionit. Domthonë kena me prek të Ermel Panduri, kemi me prek të Arta Ardio, edhe kemi me prek të Dibrani Strefi. Të tre janë këtë pjesën e politikës që me vërveshë që shtë sionë nësot që shërvesh. Me uniformë. Ata çdo ditë, prapja. Ata e një çdo ditë. Unë e një çdo ditë, edhe... Tash se di se cilë ka atë hallin e vetë, po edhe na kemi të lashën tonë me emisionin, se edhe na duhet me përshtatë emision. E vërtet, s'është letë edhe me kesh. Si dëshirë më post, më vesh se jas një parkohë. Pse s'këshë me kry një shkollë ekonomike me hinë bankë. Okej, ha? Jo, edhe qa më është me bote, për në vitit 2026, kejtë e rejnë të Reloadit në bu me kateshave. Edhe nësa interesant i shkonë. Shumë, se të qashtu i kështë marrë vëmendjen, edhe i shkonë diçka ma ndryshë, se ka bu kërkosh. Që një ide për 2026. Kevin Setra. Kevin Setra. Po, interesant i shkonë, një javë, anë një javë bëje. Që është lidhet kjo? Se edhe Ermali me profesion, do më thonë me studimet që ka bo aktrinë. Aktor. Edhe Kevini, aktor. Ko me mycët më të aktrimin. Në aktrim po mënot me ndonë në gosht. Fantastike. Që apo mojë se kap një farsikleti kër vesh në aksetesh atë dasma. Ata bëjnë një foto vështë ta kalzaj. Hajde, ata shoj. Që të foton story? Qëmar djali e. Liresht me qu nuk si dasma organizime, ati që marri nuse e kësi. Po dhe Ti e aj që i organizëm dasma. Unë organizatorë. Ose bajraktore. Wedding planner.
vaj. Flamurin ti e mos e ma i vogli. Ja, unë e kësha dash se Kevinin e kemi matrion në Reload. E vërtet. Kisha dash pak në na jap në ato përshtypje tua. Po I dhe kom shpru. qka qysh tek, Kur ke ardhë. qysh jeni, qysh po vazhdon muni, atë ka ndryshu. Fakt interesant trakla se po, arsyeja është Lotina edhe një vajzë tjetër në fjalë, që një pjesë e Reloadit. E unë jam konë banesë në atë kohë, jam konë gati të përfundu fakultete, edhe një 5-6 muaj pena konë në përfundim të pa shfaqem një fjalë. Po, edhe kum pa tira e vajza në fjalë është në fakultet dëmë, edhe e kum pas një shfaqje imitimet. O konë komedi. Edhe ajo kum pati në telefon pa thonë Kefen, kum pas po në shfaqje që e ki lujt para një javë, 2 javë, një muaj. Edhe ta s'ti kemë më kallëzu mirë ish pak zhurmë të ajo, a ishtë kafe, tha ju në taku me Ermolin, me Lotinën, tha edhe mu po pjesë e Dugazinit, tash kur më ka thonë mu Ermolin, okej, thash po me konsideru. E nola telefonin isha me shok në banes, tha në qatë tërën, tash ideja jame, kur më tha me Ermolin, thash t'jam po mdoket, atin emision Ermoli që është, tash që n'ka dojnë Ermoli serios, 10 minuta me june, me nej skis karakterem. Edhe goxha atin. Do më thonë këto mendimet e para për ty. Sa jam thirrë ta kum folë me Ermolin në televizion të gazet, nuk dikem mas figu atin sakt. Po. Edhe kur më thëshin, i thësh ato sta kanë me më thirrë, kom debat plus 10 minuta me ja disponu vendin. Edhe mandej që Edhe mandej kur po pa të shku një kohë 2 javë det, që atër thash kanë majtë presion, ha? presion, atë jo, po vishë me kom të thera, atë më të thera në dikur. Erdha, edhe takova me Plerë të këndoket, për e të parë, e tash nëse kisha përnu për televizion, ose të shkon ma serios, një punë ma serioze, ishtë pak vështirë. Edhe më thanë me dalë në 12 cati, ejtet më kure, jo, njerë më taku me ty, më falem. Qiti trakla në audicion, qita me kesh. Ta të regoma një pore. Qishtu kom do trakla në audicion? Po tash unë nga përdoj mendimin ta në mandej klasën e. E kreva me trakla, të i mirë, edhe në ka prit mirë aty dhe më qlirej mas 1-2 minuta, 3 minuta, se më isha në serios pak më majtë, dhe me kënë me autoritet. E kalu me traklën atë periudhë, dhe më thonë, u pranova, dhe më thonë. E interesant kur thësha ku jo mordën, u kom Blertës, për ja përmende i Blertës që i ke mirë është. Tash vesha në 12-ën, po se më konë teren, më konë veç me mësu punën njerë, një 2-3 ditë. Vesha në 12 dhe s'morrej këtë e me Blertën, ty në me kompjuteri Blertës, s'di qka vetë qa Blertën në pyetje fillestari, vish ku ma ka po tha, qysh ta aduna më me tash me ty, qysh ta Dhe shpesh o Blertë të thonë në sa gajlet i kam, Tu me kujdes. rrë kytë e krytë. Unë në ola, thësh jo, vish ku kanë thonë të 12. S'di ta ku me qëndru. S'po di ku me jamoj. Edhe bifeja aty. Edhe befeja kom nejt, atër jëm lidh me kolegë kanë pëjtë mirë, tereni porë konë të studentat. Po pata sfidu që nuk e desha punën, ashta më keni lonë ju kështu me mësu vetë, pak ma shumë. Lirë shumë, po Je ma autentik tonën qashtu. kom dollë për e porë në teren. Edhe nuk e desha se kom e që një ideën e tonën, nuk e desha se nuk të me planifiku një teren. Edhe vishë kom ka orë dilja mas dite, ideja për nesër. Edhe me tonës. Sot du të me bo ide terenit. Qka me bo, hajtë do thash me studenta për janisi, për javëllim e studenta, qka pa ta hek me gjetë drejtorin e qendrës studentore, o zëti malë. Tash atu kam bo qëto punë 3-4 orë të ullëmtu të followersat e dikuna, nuk desha në me i në YouTube me thonë drejtorin e intervjist. ChatGPT su se dikuna, dhe në kështu të e lypë në përjetët sociale, pa ta zjetë edhe mirë pa të shkuja në patë mirë. Hera parë ka qenë mirë. Ka të mirë edhe Qëka të kanë thonë në shpis? Ama realisht? Okej. Mama, babi. Babi, ma shumë për kërë këto ka aktrimi, se në vit 2 do isha me lanë pak aktrimin në. Adin, ka shkëtu në Gjakov verës, të thash s'për shkaj ma. Mama, adin, kërë pa ta njësë me bo pak, po marrë pak ma shumë teren e kështu, mu shliru se ke nalë pak. Si nevojte. A këshyri në gjithë emision? Po, Ka mundësi me këshyri? Po. Jo vetëm të shpis, po edhe familja gjanë, po në shumë. Po të regoj që ishe unë i prekshëm. Qira. Javët e para.
Trego që... Unë, edhe qëra, këshillu, edhe që që së mjeni. Hajde. Unë ma shumë e marrë motiv kur dikush më thot bravo dhe nëse unë e di që më ka bëj kesh, po dikush kur të më thot bravo unë e bëj dy fishën. Bravo Kevin. Ama kjo i bje me ta bo rafsh. Po e di që ma bën rafsh, po t'i thujëm bravo. Se unë e ndrejshja, e di se kom kesh. Keq ka me të bo dëm Qështu konë edhe në fakultet, kur profesorat më kanë thonë e ki kesh, vjem nalë, e kom lanë qashtë kesh, o kry kesh, e kom e Jo, shumë kesh. E nëse më ka thonë një profesor e ki mirë, bravo Kevin, po mund është edhe qështu, okej, moj. Ki qef me të motivu. Ama unë të nkonja, unë se komplimentoj Kevinin gati kor. Jo, lojtë herë. Po dhe i kam... E ka pas edhe periudën kur ka qenë edhe Joni bashkë me ne. Ta dy u hajshin në stop. Po, më nëndaj që është e mirë është ajo trakla, është entertainment që dikush kur është ka këshyr televizionin thët haj qka për ja këthen tash Kevini ose qka për ja këthen Joni. Joni të moshës njejt. Njëra moshës njejt, aj pak ma i madhë dhe pak ma i trash. Një vjetë është ma i madhë Joni. Që shukum do ku në Juve, se shumë fola. Po në atë kemi kontrolu para prakisht. Po dhe, kemi analizu, jemi marrë me ty, nuk është aja që kemi pa rrugë edhe me thonë të gjallë, pa e këtë se mdo këtë si të punu për ko. Edhe me një punë. Koke i bukur. Pas ke nevoj. Po, e kemi pa në rëzhinë e mirë që e ki. Është qështja se emisioni Reload gjithmonë e ka pas këtë loje me persona, edhe me personazhe veçanta. Pse i prekshëm, se harova me duhet. Ku jom prej këne? Po jo, e spjegove shumë mirë që tha unë e du më thonë bravo, po me bu dy fishin, po du të me qenë e kundër ta për arsye se thuhet aja realja, sidomos në punë. Sidomos në punë, treguohet çka duhet me bëj, çka s'duhet me bëj, po nuk me funksionu. E Lotinën e ke njoft para prakisht? Po, është një shok jam në banesë, e kam në vaj jam Kastiçi. Atë? Jo, është që i ka përcjellë shumë emisionin e juj. Okej. Ekstremisht shumë, edhe një fke ma shumë se unë. Jo dhe as, po e dësha kushin. E ai shok jam kërë pa ta thonë, ajo ka tranu të trakla, të Lutina, edhe kur kanë pas bo pjesë emisionit Reload Lutina, u konë kështu gëgja lajmë. Gëgja lajmë u konë, bot pjesë e që atë kolegë gjithmonë i kam të mira, për shë? Okej, po, dhe Lutina ka pas bo lajmë, bombastik. Lutina azirë pjesë e emisionit Reload. Po, kur pa ta ardhën me hanën një më konë, fillim. Mund ke pëlqy shumë se je person dyqysh punëtor, dyqysh e vrej që je kërkus të vetja shumë, mandej që ato edhe në punë shprej, po zmo e pas prishmëri për njerëzve. Për shambull, unë supres me më thonë trakla, bravo. Jo. Kor, bile me më thonë, thamë, wow, interesant, se prita. Prej fakultetit. Po, ti e ki edhe aktrimin e ki profesion, kështu që ju të vynë një duar të rokitje në fonda, një këshilla, një... Qështu bëjsh edhe në fakultet, nësi më thonë të profesor e ki provimi kes. Besa një of dit para provimit i bada thonë që s'du me i verë, dhe si kam thut kes, s'pe du me më thotë kes. Dhe bjerë i pikë, provë të rifalje. Provë që li vesh. Shumë amatora dhe një ofë para provimit shfaqem i thonë s'pe du me i. Gjishë më ka ngellë, me ma u petin, po pështova. Pështova dhe pak. Erdhë momenti se na po afrohen, përdyshe kolegë që kemi marrë në lokacione ndryshme, kemi marrë, se unë nga trova këtu, edhe Ermalin përshkojmë me marrë në një takim, kemi thonë, ndajnë prej takimit edhe 15 minuta, që me mujtë me realizu bisede me ta, unë e përthirin telefon. Qa përna thëtë? Edhe po i tërgoj që jemi shumë afer, është ta shumë. Trakla, pse s'pëlqon speaker? Alo? Ermal? Po, Dardan. Se na ndalën policia për pak qëtës, po dojnë me nalëshu, po thonë që duhet një dënim, 227 euro me pagu. 227? Po, a mund është me folja, ta jepi këtë polici. Remzia po thëtë është, po të njefka. Hajde. Hajde, qeveq pak. Ermal? Remze? Ta nuk përshjet tabla për shkak pas tërtis jo të mirë të veturës. Qa mi u bo? Që a vjen Ermali e lanë që aty me mendjerë se lanë. Hajde, del pra, del se. Apo del se jemi shumë afer. Hajde, erdhe me të marrë këtu ku je. Hajde.
Normal mirë se erdhe. Mirë si u gjetat. Misioni Reload. Trokël. Na kena vendosë, domethënë, 1 janarin me startu me tesha serioze. Shumë me teshat punës. Me teshat punës. Edhe mirë përshtat pak pjesës t'juj. Për teshme se e kemi qa hallin pak për ju dhe që shkurë, qëtë ditë. E paramendo, prej 5 dhjetorit të 2024-ës, jena veç me 10 ditë pushim komplet vitin për shkak se ka qenë vetë tepër i ngarkum me proceset zgjedhore. Fillimisht i 9 shkurtit, mandej në 8 zgjedhjet lokale, raundi parë, 9 raundi 12, raundi 17.000. E tash, të regona qëtu sa, na sa demi me 1 janar kemi hynë 2026, ka zgjedhja e kena me pushu si vjetë? Pak ka gjasa me pas zgjedhje, po këti populli nuk i dihet. Kemi ato presidenciale. Jo, s'ka zgjedhje presidenciale, po presidenti tash ka prilli e shohim qysh po rrjedhin gjanat edhe a munden mu bo numrat 80 nevojshme me qenë në salë. Që i bjanë me bu me dështu ajet, rap, shkojnë, jenë qeveria diçka shashtë? Po, shkollë Ama rogat ecin, apo? Rogat, aty në po. Po, aty. Aty në po, tonat, e këtë emision ku i natë të transmitu. Të na. Ku të na? Na të ata, të na. Kështu që, e dim që një vetë shumë e kështirë, po... A ki plajt e që ajo? Vesh me 1 janar komplet. Të dhe nitin. A dojnë 12 kanë ndaj. A mujtë e mi frishia, a 12 qëtë. Kevini Latina. Kevin si e, Latina. Përshëndetje, Qysh urime je? viti. Urime edhe juve, familjes juj. Urime edhe ane edhe kënej. Pi bjem pytja ka e pritë, ha? Në shpe, gjithë me koha, veç në shpe. Po, na falim. Po, 2 shtëpia. Po, zgjënohem. Mirë është. Urime. Faleminderit. Kevini Gjakov, Spensha Gjakov, si Spensha. Urime për SDK-s. Jo, ku gjonë. Ma për së shtoj. Shakali dhe Gjakov për ty. Por pak e mbon nga shkaja sa në lisë. Ama u kryt, a s'ka. Ja. Ama shumë vjetë s'ka zgjedhje në aspekt të komunal. Aman mas 4 vjetë e bot gati kë. Po. Përmirësohet, ka litër. Drejtori në i teatrës është. Po qashto, ma nej. Qështu, lute e ka njës prej drejtorit të atët. Jo. Na e Lutë falim aktorit. bajerët që aktor, A ki lecu Stanislavse? O, qështë se kom lecu. Me të jëm ngell të breti. Tranum. Po, po shkani? Jo, nuk jem shku prej kur i kom përfundu studimet. Nuk jem shku asë një herë me pa asë në një shpoqe. Pse, as me qikat në jara. Hiq, me vajzat. Jo, me linda shkon, unë nuk jem shku mo, do më thonë, kom marrë fobi. Njerëz tutën me shku të dentisti. Ish ma mirë që s'ka ke bon dentist, se s'kesh punu, se kesh drejsh bon tjerëzve. Jo, nuk e di, do më thonë, o konë shfaqja fundit e mbreti e Faruk Begullit, mbreti lirë, edhe një ditë më herët, mërkureve, teatri do dona o konë renovim atër, teatri kombëtar tash është në renovim që 5 vjetë në renovim, edhe lujke Ermal Panduri në Jam talent se jo ma hi 700, epizodin e fundit me Faruk Begullin e gjallë, edhe 300 vetë mrena dhe 300 vetë jashtë të prit me jap reprizën e dytë mrena natës. Se ka qenë shumë e njoftë. Në të dytën, do më thonë nesërmen, të ajten, shfaqja mbreti lirë, roli ma i mirë ndonjëherë i Faruk Begullit në teatr, 13 vetë publik. 13. Atje 600 vetë. 600 të profesor Jam talent se jo ma i ndërkohë të mbreti lirë, 13. Kur i këqyra, shfaqja zgati bagi shumë, u dhe zëndritat, po përshëndet publika, ishin bet 4 vetë. Po, kur i këshyra prej aty në 4-ve,
Unë edhe 3 kolekt mi. Pa se kanë bërë të madhe atë puna, çka? Jo, kanë bërë shumë të madhe, po e kanë bërë shumë të madhe, po në fakt dashnia për teatrin në Kosovë fatkeqësisht në ato kohë, në atë nivel të edukimit që u konë, po besoj që ka përparu, po i shoh, se i shoh edhe qysh jam po normalisht, po në fakt një shfaqje të tillë si mbreti lir ku ka lujt Faruk Begolli me pas 13 vetë në publik ka qenë për mu shokuse dhe qatër jem ftof. Për një me jem ftof, shpresoj që edhe GoPro-ja. Krejt ftof. A jemi një imitime? Jo, i kena pas, po në fakt jo. Me të sfidu me në imitim? Me kënë me imitu? Shumë thjesht, shumë. Hajt. Nëse do në të nëjë politikan mund është? Zdi. A në trup fizikisht nëjë politikan nuk shto me nëjë? Ja, veç atë qetë. Bashka! Tash. Por agem batire. Almen më qëpa! Është një fjali, është Okej. nuk o politik. Hajde. Unë po pija kafe edhe në gjoha kryshër bëmë. Fukoni po vite nga Lesha, edhe makina tjetër po vite nga Semeni, po vite për Tala, ashe punte vetëm nga Vidaj. Edhe kina... Është gjuha e veriut Shqipnisë, fillimisht janë banor të Lezhës, edhe është gjuha më e komplikume. Vite nga Semeni, këtu nga Laçi, në Talje u nalë. 200 kilometra në orë. Kala. A ki do një pyetje të aktrimit atje që... Po jo, kena posë Dhe është pak me- një besed për aktorin me kom po që shkurt shqip më thot lea po. Normal, a ka më zgjatë për ty kjo sfidë debatuse përgjithësi? Paramendo, Dardan është interesant që në Kosovë ma shumë ka interesim për politikë se sa për reality show. E deri sa ekziston që ky interesim për politikën, na kena me pas punë. Qatë ditë kur bjen interesimi edhe kur skena politike depolarizohet, normalisht që edhe neve kami në ra puna, e sa ma shumë polarizim i dëshiroj kësaj skena politike. E ki energji, e ki Po shta shty për... Se e kom pa një intervist, kom problem të unë që Apo mirë shumë. dikush ka thonë dhe ki diksionin e mirë dhe shkon televizion. Po, Faruku më ka thonë. Faruku, masi që kemi diplomu, kemi folë për karierë, që ka me bo, qysh mi ja bo, për shkak se kushtet financiare në 2006 në tepër të këqija. Ja pëshin 2 shfaqe, Sekretet e dashurisë, lujshan në Sekretet e dashurisë, edhe me nëzi kisha pare për me shku deri në me utu për mpej se me imbulu shpenzimet e fjetjes këtu i kom pas pa mënshme. Kanë qenë për një me kushte të randa për aktorë të cilët normalisht nuk kanë bo një punë dytë. A ki fejt fakultet? Jo, po kom flajt në Pallatrinis, ka qenë një zyrë, Ilir Lonqari ka pas një zyrë, një qandërinore, po, edhe ka pas plot net të cilat i kom bo në Pallatrinis, veç një aztek edhe një qeve kom pas, për një me. Ja nisi me më kopë zemra. Çfarë? Çfarë kushtet shtira? Shqyqësh e kilon aktirin, e mëse la tranove. Po, dhe hajde kthehemi te Po du politika. diçka tjetër, jo, po du me pyet se të ditë angazhimi, 7 ditë në javë ki pasë djetorin. Në fakt prej gushtit jena, Po, me me 5-7, 5-7, 5-7, do më thonë me on and off. Kush organizoi vitin e ri shpe, kush u mur? Edhe shëtitjet këtu, lëvizjet, se tash buhet aty 30-31, nej, se ti 30 a bërë në punë, 31 vesh. Po, Unë ka qenë shumë interesant, shpin në pej ku mbledhemi gjithë, është në renovim, mjeshtrit e Kosovës. Ka pas ngusht e më ka kry, zonë viti ri, ha? se kanë zonë, po këtë vit i ri ka me zonë. E s'kena mujtë më Ama mbledh, ko ka po tonë duhet, Ngesa tash. o duhet me rezervu një 2 villa në rrugo për më mbledh krejt familja, edhe me festuaj, vetëm i vend ku mundemi më mbledh natën e vitit të ri, në 2 shtëpia. Kena mbledh. I thash, po pse ju në banes që jenë, në banes tonin edhe kishë festu njejtë. Mos di Allah. Kjo është traditë shumë e mirë e shqiptarëve që
Na bën bashkë, na bën po, Tretëmërisht, na bën bashkë. Po. Bën bashkë. Natën e parë me familje. Po, në familje. Natën e dytë me trakle. Kështu që na normal ardh koha ka dalë edhe me të liru, se dim që të kena nëzirë Kesh mburga? Po, të edhe pak, folni qa sa shtërë, se së shenë Edhe një pyetje, unë e së kam një Hajde. pyetje, po du me shuv pak kuriozitetin e publikut, po du me na tregu diçka për Debat Plusin. Ka shumë konspiracione rreth analistave, pse janë qashtu, pse i kanë qato bindje, kush i tha me fol, mas kujt po qëndron ky analist. Hajde tregona diçka rreth Debat Plusit dhe ç'u bën për zgjedhjen e çatyre. Ne kena një grup, analistat e DPZ, Debat Plus, zëshkon. Diçka pëzijet. Edhe zakonisht shkëmbejmë të në kohën në momentin që e gjujmë një ide, i dim edhe pak mendimet e secilit pro edhe kundër. Provojmë me i pas 3 në njën e non, 2 në njën e non, 2, 3. Ideja është që mi ballafaqu mendimet, duke i ditë çush janë mendimet e secilit, qoftë bindjet politike, qoftë edhe mendimet në raport me temat caktume, na mandej edhe, po ka shumë raste, për shembull që e thirrimi dhe thojmë, a mundesh me na tregu çfarë mendimi ki për filan temën, kur i dim komplet qëndrimet të nën analistave, mandej ja nisim me bo për zgjedhjen. A janë mrapa dikujt? Po janë, sepse secili prej tyre ka bindje politike, e mbështet një bindje politike, po mundesh mu pajtu me një temë me një parti politike, me një temë tjetër me një parti tjetër politike, kështu që kur gjë nuk është shumë strikte. Ke prit dhe ke përcjell shumë të ndryshëm që tash janë kogja figura në politikën e Kosovës, prej këtyre analistave, a janë falenderues ndaj teje, a kanë ditë edhe me konë më smirnjos, edhe a pilen Europa në 2025-ën? Kështu, çështja e Trumpi e ka tregu mas miri në botë çka është raporti transaksional. As që i botë kujt vonë, a duhet më konë mirë njës, a mos më konë mirë njës. Në fundit, vetëm am profesionale, ti punën tënde, unë punën teme, që tu përfundon gjithçka. Me prit mirënjohje, i kishim pas miliona mirënjohje në bankë, jo miliona euro në bankë, për që ato në fund vetëm është çështje transaksionale, krejt komplet, edhe raporti ndërnjerëzor, jo veç në Debat Plus, po edhe me kolegë edhe krejt komplet. Ka marrë kohë kjo me u pjek edhe mu kriju si mendësi, vjen një president atje që tregon a mi do minerali që tu ta bëj që to, edhe e kupton ti që s'ka kur gjon këtë botë tjetër pos raportit transaksional. Na miliona s'kemi, po kena një dhuratë për normalit. E kim krahun e djathtë aty. A do na më qel? Jo, s'ka nevojë me qel, veç më se e pas ka lëshu pak kjo. Okej. Edhe ti e kur i ri dikur. O, jo veç i ri edhe i bukur. Dhe më thonë e diskutu me Debranin, këtë pjesë, kanë të pësua. Jo, në fakt e kom bajt këtë dietën. Këtë dieta... Që është janë pojnë politike. Ja. Ani le të na tregon ai sekret, se ndoshta ka njerëz që Këtë dieta, i kom humb 42 kg me këtë dietë. 42. Me këtë dietë i kom hek krejt karbohidratet, edhe i kom hek krejt brumnat, edhe kom konsumu ma shumë yndyrë edhe mish. Duke hek krejt këto, mandej më kanë ndihmu shumë që me hek kilogram, do më thonë ka pasë për brenda 6 muajve jam rënë peshën ideale me këtë dietë, mandej veç që dashur me min bajt peshën. Prej 2020-s, domethënë prej 2020-s. Kjo fotografi është në 2018. Kjo fotografi është 2018-s. 40 kg për 16 ditë. Tu ka ki pas nevojë. Jo, për 16 ditë jo, diku rreth 25, po mandej mirëmbajtje edhe rëmje. Ki pas nevojë me ndru krejt nga rrugë. Luciano. Luciano. Unë edhe kur i kom pas që kaq, edhe krejt unë e kom një sponsor që është Luciano, që kujdeset edhe për teshat, edhe pijamet e shtëpisë kom Luciano. Tash mos i arsi tu. Ermal na po të lirojmë. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Edhe dhuratën e ki pak Dhurata që nga shumë i bukur të paktën, veç prej ngjyrave çfarë. E shumë gjallë. Majës. Majës. Kjo, faleminderit shumë për kujdesin. Majës, vajzës tame, të vogël që këtë vjet i bën 9, edhe po e shoh që pas ka edhe për erën. Domethënë,
nëse dikush din diçka për vajzat e mia, e ka ditë që qëto i hajnë shumë. Do më thonë, adhuruset vipa qipsit, adhuruset qipsave. Suksese Armand. Faleminderit shumë. Shumë faleminderit, suksese dhe juve. Gjithmonë kënaqësi, udhëtimet me ju që kam fan. Faleminderit. Udhime dhe ditëlindje. Jotina, Kevin, tua po mduket që tash artën, po shkojnë gjira, një gjira, po shkojnë me marë artën. Hajde, katoni, kujdes. Arta është... Po na prat Arta, është e saktë në kohë, përshëndetje Arta. Alo, Kevin. Si shkushon sot? A je emocionuar se jena je pjesë e ju në sot? Po, se më pëlqen ma shumë se disku. Ma së mi S'po besoj. Po ju bjone për para. Hajde, Kevin. Hajde, Arta, mirë se ere. Mirë s'jeni, Mirë mirë se ju gjeta. Vesh të ujëm se sa kongë e mirë. Sështë. Që njojnë në s'ko me ka bua, të s'ko me bua, ljok së jo ashtë në eksigjana. Arta, mirë se ere. Kemi këtu një misionin Reload, për arsye se 2025 ta sidomos periudhë të ditë rolin tënd për gjec. Je roli kryesor në aspektin e informacionit edhe lajmeve që duhet me qenë transmetim, shumë gajle keni pas. Shumë. O mërzitet. Se u kry 2025 ta. Jo, kena gëzu shumë. shumë. Jemi gëzu shumë, mdo këtë kërkush nuk u gëzu ma shumë se ta. Po edhe nuk jena bashkë gëzu, se viti i ri hala të punu, hala me zgjedhje. Po të shohem qysh po jetë 2026 me shpresën që sa ma pak zgjedhje, sa ma pak që si tensione që na kam përcjell prej janarit, të shohem. Sa ma shumë punë si jo. Shtu se na thojnë ndes këta trilodit knaqen. Na thojnë për ju. Ama për neve treve cili knaqet ma shumë, që ta normal? Tret njej. Se cili e ka dhejnë, a po edhe dore ka dole që Thuj për mu. Ditën e keq që më drejqet dita që se thom e kam patjetër duna me kesh sot edhe Qeshim. Po me të vërtetë edhe ndes kur ju shohem, se ka një rast nuk ju njim, veç ju shohem, e përcjallni që atë energjin pozitive që okej, këta u knaqen, është mirë edhe na me kesh ka pak aty ndes. Për ndryshe, mu më bjerë me kalu gëgja si shpesh në desk aty, se është mes të objektit edhe është krejt gjama e në krejt gazetat aty. Edhe për hi aty, bol ka dritë, po gëgja reflektojnë zëmta, do të pira thëmë ka një shfal, lojme pas ka sëtë mëre, qka pas ka ndohë? Qëfar gajle kanë këta? Po, e bukur është që aspekti profesional aty ekziston për arsye se kur e kemi bo mramjen që bëhet ajo nata për mbyllit vitit, i kom pa gjithë lumtur, edhe të harreshëm, besa edhe po vallëzoheshin. Edhe më ka ndihmu shumë trapja. Për shembull, në një ditë kur qëm debat me ndaj shok ose në tavolinë, nuk e di në përgjigjen e saktë nesër vit tinca dikun e kam qysh je mirë, apo ma ka thënë çështë që kjo punë. Edhe ma kallzojnë, shkoj nesër ju kam shokëve në kohë, çashtu po çështu. A ti po i Sigur në kohë. Po, Po, ne nuk kesh. tu po i meç po ne. Po, ja ti na ka mas vështirë. Pse? S'po ka del. Një adresë ka. Mire, kesh një adresë është. Në rezervë. Që s'po bëhet. Kështu që na kemi me të mbajt shumë pak këtë shëtitje që po bëhem, kjo kena pas dëshirë. Faleminderit shumë. Bashkë disa minuta, edhe me qenë prezident edhe në emisionin e Reload, mi tregu tjere që edhe keshti. Po. A festuar vitin të ju serios? Des. A prini shira, diska. Qira vjeta, jo. Balonat i qesim. A vetëm me shkrim. Balonat i lshojna në orat 12. Këtë herë ma herët, ka i 28-29. Ta po festojnë ma shumë kësaj rrallë. Që edhe një pyetje ta bëj. Hajde. Si ty karrierën e ki goxha. A i në vot 2 dekada, sigurisht. 18 vjetë. Po, i ka afru. 18 Për 18 vjetë, cili konë ashta 18 vjetë punë. viti me mas shumë t'i lajme, punë, tension. S'keni mujtë me marrë frimë ashta veç. Për lajme. Po, krejt vitet, në fakt, ka pas shumë vite, tash normal, ky vit me të vërtetë është kanë që ashtu, se i na kanë një farloj tensioni edhe pritje vazhdimisht, normalisht që ka pas do vite tjera, koha e trazirave,
ju kujtohen krejtve puna e trazirave, mas nej protestat, këto, po. Dëna me ta bu një stop, se Po. më kujtohet shumë mirë arta, dhe më thonë, po pikë emocioni, aty gjithë shka u gjujke, dhe veç do di qka, qysh me marrë shambull, po artas livretke dhe e kryke punën e gazetarës, po këtu do me lidh me ata se, apo të mungën, se tash Puna e terenit, po, kërkohen, normalisht, gjithmonë. edhe Nuk e di që ka naj gazetar që ka punu në teren edhe hën zyre dhe thot u knaqa, këto shumë mirë. Normalisht është punë shumë ma atraktive, shumë ma e mirë, takosh me ma shumë njerëz. Tash këto puna është ma shumë përgjithësi normalisht, edhe ajo e bën tani pak ma të vështirë se sa punën e terenit kur e ki përgjithësin veç për veti, për storjen tënde, po normalisht mungon shumë. na kemi përgatit edhe diçka, dhe më thonë s'kena orë dur thotë edhe na me letra, na di me printu, me shtyp me shkru, edhe na dhe di, po, shpresoj që jo. A ki defekt profesional? Defekt madh. Po dhe për shembull Po, kisha tash. shumë. Këto ëjate, Rritje këto. sociale, po ai po sistema a do të tranu. Po, shumë e kam defekt profesional. Punën e shkrimit, edhe me gazetar, edhe e din zakonisht që kur i qesin tekstet, është mirë, edhe mu dok mirë, edhe me këshyr mirë që do punën e gabimeve. Edhe menoj që nuk është veç defekt profesional, në fakt, se mos me disht me shkru gjuhën shqipe, për shembull, gjuhën tënde. Kjo është si me punu vëzit, mos me dit me vëzit. Më thonë e ca bjeri pje. Po. Rasështë që personin ape një. E një, kom dëgju për ta. Krejt vitin televizor nga ka nejtë. Po, krejt vitin. Po më duket edhe me tradhtë mos po kesh qef. E presim, a? Nuk e di apo Me mundët me analizu. po këtu. Po, e kemi atje. Okej. Tash çka kemi bo na? Okej. Na kemi dash me sfidu vetën, edhe na me lexu lajme pak. Edhe me na vlerësu. Okej. Ta të lexoni lajme. S'kam dyshim. Ama se lajme, po. Ama Tamam. trakja nuk më di shme letë si lojnë. Me lexo. Edhe arta vendos u bos ti qela, a kaloj as kaloj. Hajde një me, po. Hajde po dëgjojmë. Ama po emocione pak. Po kusha që nuk është lehtë. Hajtë se, po di për marrë me sportivitet. Po. Llogaritë që janë Edi rritë. Roma Hajde. Hajde. Edi Roma dekretohet nga presidenti Bajram Begaj si kryeministër për herë të katërt, pas fitores së majit. Seanca konstitutive për betimin e deputetëve për cilët me protestat të demokratëve të udhëhequr nga Sali Berisha. Bra, Latina, u kry lajme. Biçi kaça? Ja prej lajme, ta shkoj me pam, ja? Tash në bulem. Prej nishit deri 10 lotin 7. Hajde, Kevini ta shojmë, Kevini Një tjetër, apo? Po, një tjetër, po lexoni tash llogaritë që janë nisa e sigla e lajmeve edhe përshëndetje miq të nderuar, jemi në televizionin të Kazhini, lajmet e orës 27:36. Jo me kesh. Serioz? Si janë reload këto. Po, Përshëndetje të lëshues të nderuar. hajde. Lajmi radhës. Përshëndetje të lëshues të nderuar të televizionit të Gazini, jemi me lajmet qendrore të orës 3. Lajmi i parë është që afro 4 milion euro do të kushtoj pishina gjys olimpike që do të ndërtohet në PDM. Pret edhe herë, bre. S'ka lajme për të Nisa! Mirë nisa! Si thajt. S'ka, llogaritë që s'ka kthim. Po, Je drejt për live drejt. je. Po, Hajde, jo, për më kuptojnë këta. s'ka. Vynë shumë me seriositet. Hajde. Po. Ata Hajde. po provojmë. Përshëndetje të lëshues të nderuar të televizionit të Gazini, jemi sot me lajmet e orës 3 live. Lajmi i parë është që afro 4 milion euro do të kushtoj pishina gjys olimpike që do ndërtohet në PDM. Mbi 1 milion me shtrejt se ajo e ngjashme në Teçan, ngritje dyshime për mungesë konkurrence dhe favorizim të operatorëve. Kështu që punën tonë gazetarët e Tiranës kanë bërë më së miri dhe e kanë qyrë nga afër. Unë është me Du, komentuar. u kthy, apet nol. Nol të veten. Hajde po i 7. 5. Pas, po se. U Unë si që ktheve. është të lajme, për të kallëzoj. Pa Ato që koment kisha aty. edhe, po. Po, da, shef. Plus u kthy, më falni Po, thonë. Vynë pak edhe plus, kontakt me shqe. Me se shumë se
Po, adin është pak punë edhe si cilin zanat që e mëson njeri besoj, se as kur ja kera nis, unë vetë, kur e kom një që dash frek vetën të lexu dhe nuk u kanë shumë aty, i shkojnë diçka para, si me thonë, 7 vjetëve, komplet ndryshe. Për shkak se ti e mëson, e perfekcionon ndër vite edhe punën e leximit, edhe qëto që kur të dhezët kamera, ti je jo diçka tjetër, po megjithatë është pjesë e punës, po. Edhe plus kanë lajmet Gjakovës, a e pove? Jo, po gazetarët e terrenit në desk, në përgjithësi, a shkojnë një trajtshëm? Qysh po mendoj një trajtshëm kur të lexojnë? Po, jo kur të lexojnë, kur të raportojnë ose edhe kur të lexojnë. A është një trajtshëm që s'u ikin, është sërmik për me raportu një trajtshëm? Po normalisht që duhet, është zor, se secili besoj e ka edhe eksperiencën e vet. A kanë që të vetin shumë? E Mos me lexu një trajtshëm. Po duhet, në fakt, mos me lexu. Shpëdha një vi komplet. Një pak emocion edhe, po është pjesë e diksionit, ku shkon tani aty në gazetari e mëson. Edhe ne po mungojnë atë diksion. Apo, po dhe se dhe e kemi. Na u sfidum të lajmet, unë se lexova, do ne edhe me lexu lajmet. Edhe me lexu lajmet. Me shkili Që edhe në një lajmë për lexoj, ka dali tash të rëndëtona, ose edhe në vesh me teshat lajme, se që këtë pjesë. A jena në vi, Ardian më sara mu këthy shtu. Shtu e te ka dali. Se këna me hin lajme, shtash. Po arret. 24 kamera me njohje automatike të to... A jetu në gjirua djallë, a jenë lajme, a dhe lutëm. Se dash më jo se e një ti kamera. Drejt për drejt. Edhe për shëndetit rafja, se tjera njërë me... Po tash në logariti që janë gjysë lajme. Se zilë ati. 24 kamera me njohje automatike të targave si multisensor dhe një kamerë rrotulluese. Vendosën në kryeqytet tashetutje gjobat për kundërvajtje nga to do u shkojnë në shtëpi shkelesve. Kjo tamam si një farë reklame e policisë. E kitë brandshëm trashë. Zoni brandshëm. Zoni brandshëm i dhe. Po policia të tire, kena në kampanjë. Trakla. Që thonë ata në lajme, më s'pa më rajgare, hej. Ka fundi fjallës. Ama një bleshtë një nona. Ja, mirë. Tet, non, po. Ti mund është shumë shpejt. Do më thonë, muj me hinda. Feks, po. I gatshëm për Si zanë. të pungon dikush, adresën e kena ata është desk. Unë jam i gatshëm që me rri me Larida. Në shkëshire, Larida! Mësan pak që Edhe shkendën aty kemi. E, tash, na kena të qka për ty tjetër, tash, na sfidum lajme. Tash ju më sfidu mu paka? Pak me sfidu edhe sfida është me na tregu një fore apo a.k.a. Barcolet. Jo, mos ne. A bat lutëm. A ki diçka të ndër, se na kena Jo, përgatit valla. edhe asfalt Jo, shka. adin unë e kom këtë defektin që i harroj Barcoletat. Valla jos. Apo sa ki do një, se zakonisht se cili e ka një Barcolet që thot që kjo sa herë thuhet, më shten me kesh. Kështu s'po të Jo, valla, veç që më shteni jo me kesh, se keni në zonë gosh që do. Gjësysh, po që Jo, sinqerisht e kom qëtë probleme, para s'dija s'me kallzu fort. Okej. Edhe me më kallzu tash ti mu, edhe unë më shku mas 10 minutave mja tregu dikojt, nuk jeshin si me ty. Qëre qa këna bona, na i kena printu da, E unë mja u kallzua. e tash të mere, ose letzoje, ose ku e kështu për Hajde. vetës, ose... Qëre një herë shka po thatë? Pret, po. Okej. Po shkon një farë Idrizin, Haxhillak edhe si po kthehet, po shkon shqitore. Edhe po e pyet shqicin, a e ka me emrin Halon Fletore? A i po vëlla që këtu Idrizi 170 euro. Edhe pi thot fshi emrin, edhe shqici po gëzohet, kë pi thot shkruje tash Haxhi Idrizi. Ja, mirë, Atë moj letrën ja u tregoj në desk. Fotografo se na vynë. Ajo vynë, a? Ta shojmë, kena me sfidu edhe tjerë, se i kemi edhe kolegë tjerë që
kemi nxjerr prej informacionit aty edhe prej anës politikës. Për ty Arta, 2026 planet të reja, gjana, familja, besa, kemi një gjë shumë interesant, se Arta e ndonë tavolinën me bashkëshortin. Me kolegun. Në këtë rast, me kolegun, tavolinës se nuk e thash në desk aty, në syren kur jam bashkë, edhe... Fakt bashkëpunojna prej fillimit, njëjtë, një vjetë mas. Ju do këtë shumë interesant njerëzve, po nështë për shkak se kena qenë shumë gjatë para prakisht shok e koleg, para se mi po dy fëmijë bashkë, nuk është që e kena shumë problem që të pjesën që punojna bashkë edhe sinqerisht menoj që e ndajmë shumë mirë që të pjesën që gjatë orarit punës, përgjithësia punës, jena kolegë, mas orarit punës. Ama kur ju këshyri e dëve, qysh ma serioze do kështë? Ma serioze? Po thoi nga njere pi bërtet riket aty ndë. Po që ta dhe? Une e këshyri rikin e apëm e kështu kësha, ku të zemi folë artë, të Jo, tash që një fore pi diskut aty kur nga të regoj Blerta kur më thire për këto, edhe thash shtu në reload, edhe une si në fore, pi tha me kalzu fore, tha, pas kam thirë njërin e gabum, dhe me do më thirë mu. Shtu që, po, me ma fore, kishë i kalu ma mirë. Ja, e rëndësishme të tymit. Pas, këshem, që e kërkova aty edhe normalisht me ditë 2026 në planifikimet, qënat. Nuk është, tash ideja është me vazhdu, planifikimi vetëm është ndoshta me pas pak ma shumë stabilitet edhe qetësi përgjithsisht për një për vendin, se tash na krejt jetojmë këto edhe për tej punës, në qëtë vend kena vendosë edhe fëmijët një rritë edhe pirisim fëmijët. Ndoshta që kjo ideja pak me pa një farë lloj ndryshimi që ndoshta krejt e kena prit si ma të dukshëm, po është një farë lloj gjendje kështu flatline që thojnë, edhe nuk është që po ka diçka që mund është me thonë, okej, tash që kjo ndodhe, po mburrësh me këto, nuk është që ka pas vetë sene të këqija, me të vërtetë se që ashtu edhe ju do këtë njerëzve kanë përshtypjen, okej, ju veç kështu sene këqija negative po sheni, po për një me ka qenë vetë i vështirë dhe i ranë për që të arsyen që thashe, edhe ndëm prej janarit, komplet që ajo gjendja, zgjedhje. Kanë kime votu, Marta? Gati jo mësë me dojnë me votu hesh. Gati. Me dalë t'i qysh prej qësaj rutinës t'juj, për shabull Arta ja shta lojmeve, deskoj. Qa bën t'ja, a këqyr lojme në shpetonë, ose për qef? Qka ki qef në bërë? Për qef e këqyri Netflix. Jo, adin është qaq nga rkes lëtin, so tash në fillim të punës po, do më thonë është a vjet e para ki hala që të dëshiren prap me vazhdu, po kur punam për 18 vjetë në qatë sektor, lajme, nuk është që e kina i farë, si me thonë, vullneti shumë të madhë që edhe mas orës 6-7 me vazhdu prap me këqyr, po normalisht që më punë jetë të në kohën. Do më thonë, puna jonë është për 24 të shkon shpe fizikisht, po të në kohën një në telefon, me angazhu diçka me aranzhu për nesër, e tjere. Do më thonë, heq, jo, që kjo është ideja, nuk i dihet, edhe mu në diçka me ndodhë në 10-12, na do të muqu me qenë që aty të rabërdu, kështu që, po. E dim që është e mundshme me të ikë në rilajnë, edhe që ndodhë me ty që është ndihesh në ato raste? Keq, normalisht, po kështu përgjithsisht për një me desku i dugagjinit është nivelin e profesionalizmit, pa modestie ka relativisht të mirë në altë krasim me për një me mediat janë hala në një farë periudet keqe, për shkak të shtimit madh të mediave mandej ka ra shumë niveli profesionalizmit e tjere, besoj këtu krejt pajtohen, pavarësisht që na punojnë në media, është mirë me përmend se nuk është profesionalizmi qysh ka qenë, fatkeqësisht ka shku t'u ra. Jo t'u rrit, po nuk është normalisht nuk është ndjenje mirë, po gjithmonë njeri do të me provu me mësu prej secilit rast, qoftë gabim, qoftë lëshem, ikje lajmit e tjere, që që mundohem me kompenzu, me përmirësu. Qysh munën njerëz me pa artën jashta informimit? Dhe më thonë, me taku në një mrami dika,
A shojnë artën. Jo, nuk jam kështu. I na taku. Mosh liru me hek energjinë e Po, keqe. normalisht. Po tham, me këshyr naj film, serial të mirë Netflix. Jo, janë në diskotekë, nuk është me këshyr film. Diçka. Okej. Ti preferon birra domethënë, më shumë. A ne kena Belgium Brew aty. Birra belge. A i kena edhe me shije asi. Me shije të pembe. Me fruta. Fantastike, më mirë koka gjendja. Kështë se jam më isha gajle pa. Po, në kështë të ndoshta me thamë se s'pe bën një hyrje të misionit Reload në formë. Po. Pak me ziduq aty. A se me kështë të jone. Po, e përshëndetje në misionin Reload. A, i shko. Duhe qas fiduze. Ja, valla sfiduse, nuk mëj. Po, nuk mëj më këthy tani. Unë menoj që seriozën mundesh. kështu. Unë menoj që mundesh. Shikues si duka gjinit jemi me misionin Reload, ata shikues të krejt vdekun. Ku trakla, ku Lotina, Kevini. Të be fasën. A kishe mu me hinë kombinim me mu? Po shumë me zavencu Lutin. Jo, nuk besoj, valla. Mundet. Aha. Po se veç kishe kish. Po, me ishe. Po, në vishë kisha kesh, Si shtash edhe kisha thona i naj Po, aty këtu diçka dhe me rëndësime kesh. Po të thash se neve na do këtë leta, përshe, aty kur ju shohim juve veç të kesh. Qëre këta, Së është bash leta, as me kesh. Okej, na po i afrohem, dhe më thonë, momentit që të ndahem këtu. Kevini e ka përzgjellë edhe një kongë. Dhe këngën e largimit, ha? Jo, kongë e largimit, një kongë me ditë pak ku je me muzikën. Okej. Sa një artist atë ri, Hajde. ose edhe përgjithësi muzikën, kështu jo bashkë. Okej, hajde. Edhe me pase çfarë. Dush mi atë kush është? Hajde, është shqiptara? Shqiptar? Ban mix ky. Edhe Hajde. shqip edhe anglisht, Okej. ta shohim. Ku e kemi artën? Qëre kjo e. Çoja zonin pak? Nuk ka ma shumë për mëjtë. A pedin Dragla? Jo. Prit. O, pa gatimit të Kujdes. Pecenala. Nuk po ka zokja. Jo. Jo, a din se u friksova që po më çat diçka kështu të viteve të fundit po më lëshon. Ato treja. Këto pak ma zër, nuk është që ngaj shumë Pak ma shqeptash. Po, ta vëllën si Qa me se në kena trakën ngu. që do të qëknë? Trakla... A kene qënë e është të përqef? Po, e kom dëgju për qef, edhe mënoj që, në fakt, e kom dëgju edhe në radio kur ka punu, prej atëherë, do më thonë, po edhe muzikën e kam pas jashtëzakonshme. Se dita. Nuk e dita se ka që është do teksti. Që Trakla kishtu kështë las drejk. Kom shku sa unë jem konstatet dikur. Po, dhe. Si kom pas gjënë që të Si më kanë që të Po, shdo. që ndikon. Që që për shë, koha e bën vetën. Që bën edhe ti me një kongë. Ja Po. u shënë, pas 20 vjetë. Ti Ki mundësin? Ti me këtu. Hajde. Që mi e për tyne momentalisht. Ajo, a? Jo. Asimje. Jo, jo. Traklën e kena për mundësi, edhe për me kesh. Kjo është në muzikë. Ha. Jo, më besoj edhe me ti e ke kallëzu vetën për shembull në ato raportimet për Po, zgjedhje. a ki kesh projekt, por ti gjatë një transmitimi live për zgjedhje. Po valla, po më duket Qa se ka po për ndodhur, një qa ka me ndodhur? Se pa ta thonë flus. flus. Nuk më i fluski, keme po. thonë flukse, dhe i ke fluski njerëzve edhe në studio. A ne dhe Po bëllë një mirë, a përshë, me gazetarë tonë, s'po mujna edhe shumë me kesh. Po, dhe. Ta më kritikojnë. Ka pjesë më vështira me kesh. Ta bojnë edhe. Unë e bëj me kast ato, unë bëj me qëllim. Po dhe, se tash me thonë ka shti për herë të parë qatë shumë ke vini me kesh. Po, dhe. Transmitim. Plus transmitim për zgjedhje. Njësi pa ta shku të Trakla, në desk kërkosh i deskot ato, ja pa ta dërgu një foto e thash, desk unë bëj i gore se si një desk. Se na thove aty, të e lut ke vini, na vjen me punu për neve. Cili pi deskot veç manjone. Jo, s'min. Krejt janë për një me të jashtëzakonshëm edhe bojnë shumë punë të mirë, edhe adin ka njere bojmë na pak hajgara aty në desk, qysh ju doket që kur që s'bojnë, na adin këta veç rindi, qysh e ka një farë që se për shtypje, po për një me është punë e vështirë, po edhe thjeshtë, është punë e vështirë, edhe çdo ditë do të me pas një ide, marrë në lidhje me një ide, me një temë, me këshyr para prakisht
për çka po vjen, me hulumtu diçka, një me rast prezantu, që ka me dal. krejtes ko me një ide. Kur po tani që... Ku? Jo, nësë nana i kuj tjetër. Po jo, kështu ju ndodhet për shembull si tash aty ulen ata rend, edhe ti pyet Lotinën të parën, e pyet Traklën, ky thot, nejse se do unë kam mendu mu marrë me që ata që e propozoj kë, po tash... Po da, mundu Po tash, jo, duhet njane. Për shembull që po kemë zgjedhje shpesh, parti politike, ndalësi ka shumë, ato duke me zveti, kundër bindjeve që i keni me pas. Po, ndodh, ka vazhdimisht në fakt, atë është pak si pjesë rutine punës. Ndodh një deklarat e një politikani, ndodh një vendim, na tu e shkru lajmin, tu fol, tu diskutu, tu e jap se cili ka një feedback për qatë deklarat, për qatë vendim, është pak si pjesë e punës, e rutinës. Po. Po afrum gati, ha Kevin? Apo mërzitë? Ha, për shembull. E mirë me të stingjëm, ha? Jo, ata kanë të vetën ata. Mungon mu ky informacion, ta mbushin me informacion të desë kontrakt. Kanë këtë informata, do më thonë, dora e parë. Po, një veçori të artës, që unë kisha dashur me atë kur e kom pa se në zgjedhjen për herë të parë e kom pa dikon të raportu në moderator. E mu arta më lëm përshtypje shumë tek syt. Është një ndër të vetmet, po, që nivel artistik, kritik artistike, po se që për çon nuk i mshel syt shpesh, nuk i livrit shpesh, edhe pse nuk bën mimika të shpeshta, e jep mesazhin me sy, domethënë ka emocion të sy, edhe dëgjohet se dikush në shtëpi kur të është, nën vetdia e ndron kanalin, edhe pse ti ka fol mirë ose i ka rënë në pozitë mirë. Kjo ka një që tërhek për me dëgju. Te syt. Kjo është program tërkitja. Po, faleminderit. Me këtë kësë ta thonë presë, këtë në shafë të mbjenë. Ma mirë ku ka kamera, s'to të përgjë. Dhe që faleminderit. Kjo është ajo dallimi prej radios në televizion, që televizioni e kërkon, domethënë. Po besoj që syt janë goxha të rëndësishëm për me tërhek dikën. Shumë. Nashta që ata kanë po tash tërheqje taktike, po na kemi edhe diçka për ty. Okej. Diçka të lehtë për emisionit Reload, se asemi me 1 janar 2026 kemi festuar, po festojmë, se na kemi qef me festu prej 30 deri me 5 atje. Edhe është 24 Pa, e 24 këtë po, të vinit, atje, kështu që dëshirojmë fat, suksese, për ty gjithë familjen, shumë faleminderit. edhe ta vazhdojmë Gjithashtu për këtë rrugë. gjithë juve, për ekipin, po edhe personalisht për secilin. Faleminderit. Na kena një dhuratë, do të thonë për ty. Faleminderit. Ka bo një mix atë, Mix. po, kështu që falenderojmë Mos që ta hapni ishte mirë se Jo, ka jo, shumë jo. zanë të mira. Apo, tani lakmojmë. Po, dhe. Ej, faleminderit shumë, e punë Valla, ishte mbar juve. graci, faleminderit Gjithashtu, shumë. faleminderit. që pak me muzikë, ha? Ej, faleminderit. Bravo, okay. Faleminderit. Faleminderit shumë. Faleminderit. Dibran, na vetëm i na afut këtë kreatura, emocionin s'ka. Hajde. Ja, më shfaq. Kështu që Që është rëndi Ku kam pak. ullën? pjesën e djatë ose po hinë e përpara. Janë që atje. Hajde. Pare. Kevin, Hajde, Pak ma i madh. Dibran. Pa Vonesa. Ndeshje, mirë se O, mirë se erdhe, burr! A i një mirë? Mia, se su dhe burra ka gabo, që ake kam. Po, Ha? Veçan konga? E vërtet shumë është kongin në tja. a kime festu? A den tekst. Nuk e di krejt tekstin, po e di kështu e një si kongë A se njek pak pra tekst. unë e një kongë patriotike shumë. Ka një, me rosë. Për ndryshe, Dibranin e kemi drejtor të informacionit në televizionin Dukagjini. Do më thonë, i vetëmi sektor që s'do mishti duhet është pjesa po riloti, pjesa arktuse. Mirë se erdhe, Dibran. Mirë se gjej. S'kesh zakonisht. Ekip fantastike. Faleminderit shumë. Kështu, po duhet ka një. Faleminderit shumë. Po,
Kesh i ka njerë, po kështu si ma rrallë. Për shembull kom kesh edhe se ma shohë që të kongë, kom kesh edhe që të kongën e Qulmullës, e këneshën ja këshin po Albin Kurtit, të edhe në versionin njejtë, edhe në që Albin Kurti push me qitë, edhe në po e mëneje. A i mje një imitime të Edhe, s'heq s'marrë vesh heq këtë gjënat, po punë të imitime kështu, po demek e këneshën që atë kongë Zvicër e Donova Loshe, edhe theke Albin Kurti push me qitë, edhe në konga Qulmullës, kur ka qitë a i push ku kon vitet 1800, veç e kanë ndryshu e tash remix. Tash me këshyrë kështë shkon Qulmulla në atë kohë, bajraktari i Hotit, edhe situata sot dyqysh ka shti me kesh, këm kesh atë tim knaqë. Janë inspiru prej TikTokut, se konga e Qulmullës u bo trend në TikTok, po të shkoj viral në TikTok para se me bo këta remake. A unë ngoj që 100 vjetë. Një vrani gjithmonë me ta. Po unë ngoj kongë kështu patriotike gjithë. Patriota? Pas qëm patriot, po mu më pëlqenjë. Për shumë mu më pëlqenjë Qitelia, më pëlqenjë Shakia. Hikingu edhe hikingu? Hikingu, absolutisht. Hiking, muzik? Hiking, muzik, ka njerë, jo ne kam i varë pasionet qytet shumë me gjujt me armë. Shumë pasioni, ja? Edhe këta kam. A ja, që në dhe që gjithë? Po muna më më Shërë me mu ka vete. sytë edhe besën që e kësha qëllu nga jerë. Të ja? Po. Po ti e kështë qëllu kështë rasesht. E ka qëllu njerë, për qa ka përpër. Pasi natë e muzika që shpellën këto, atë kështu një balë kësa bidin konta, dynas. Okej, A të gjenë muzikë, di branë një men vëtur, Shakia ty? Qëra, Kong patriotike. jo ma largë se dje, nëse s'ka bëj, u kthejshëm, kem një takim me Erzën të u këthy, edhe tha një dhe qëto kongë që 100 vjetë i kishtë. Që 100 vjetë? Po, të mek që 3 vjetë si kësha ndru kongë në Kerr, se unë në Kerr, se më dhenë, kongë t'i kam veç me mbu zhurmë, dhe veç që mos me marrë gjumë. Nuk ka që e ngoj radion kështu në Kerr, po veç mos me marrë gjumë, adë në janë që aty. Të mek kongë të më si krejshë, se shën prej do të mëqme. Kja prej albumeve të para, atja? Shumë mëqme. Në dhonë, po tu kam jandru të turën Devranit për me mujtë me jandru edhe muzikën, a? Ja, Jo. ka si dhe në të ndrojmë, me tu nësë si jemi. Si kena kusht? A të janë shejpa? Po pse e kopë në qëto? Okej, në të qëfare të rakë, a e të shumë në Qfarë ke? Qfarë dëkë, shërë një shka që ashtë aktuale, hajde edhe ta shërë. Ja, më kujtu nga. Gjalliri, dhe këto. Nuk ka që s'ngoj muzikë shtu, ka njerë shtu. Bëjna këtë. Hajde të Hajde. shumë. Ja, bërë, su me qejnë. Se pa i Ku prit gjenë më këto, ku prit gjenë. Ja, Hajde, që janë shumë një? trakja. Gjalli është shumë aktual, edhe ka dalë Qa është, kalëtëm? që një prej kongëve të hajde. Që dy janë këtu, dy, një duet. Hajde. është aktual, sidomos për në vitit, se sot jena me një janë. Po, pe di, Nja kush është kë... Limani. Gati kështë i thonë ti babën ja dy ma shumë. Po, mufën po. A shtu janë? Më pëlqen me mendimet e ti pëlqen. Mendimet e mufës. Kështë Tafina. Po Dibra nuk doni me provoku kështu se Dibra është i ri, me mosh. është i ri, po... Përboj ka shumë, po moshën. Shem bash ma i. Po anje nuk jas me një tjetëre. 5 vjetë ka janë. Po si jeti me trakja, dhe Që, qa ka tragja? Dhe diferent. Tragla gjigant. Traka s'plakët kor. Dibran, a ka se të edhe në emisioni Rilot du të me kesh, plus në janari sot 2026, një Barceleta, diçka, një fora. A ki diçka? Unë nuk është që di forë për shumë. Që shiri me është një kur ullën një tavelin, Qëra, që janë jashtë punës. jashtë punës, që unë këtë forët i kam ad hoc kështu. Atë në momentet edhe që ata kur i lëshoj që ato forët dhe më njerëzit pakën të kish. Se edhe Si presin po fytyre. si presin, edhe çoj shumë rrallë, edhe normalisht në ato ambiente jam kur i kom pinja 4-5 gota. Qështu kur jam pik ditës, domethënë, unë jam bajat tavelin. Kështu, demek për veç punës nuk është që bëjnë edhe muhabeti shumë kështu. Kur dalim me shoqëni që pina ka pak, disponohem ka pak, tani që të e qojna nga një kështu. Edhe çojna i fore kështu. Po, e ki ndërgjë stash në diçka? Imagjino su ekipi një. Po imagjinoj sa dush kur si ke fizikisht. Ha që për menoj veç një sekund. Se na kena dhe të gatshme të shkrume kena. Nëse të ndër Ti të shkrume? Ose nëse të kujtojnë. Unë aty të qa keshim, del TikTok Roberti.
Berisha, des të kesh me ta. Edhe gjithë më nëjë, hajtë thëmë t'ja maj men, që të fore kursi maj men. U ka një pësë më kujtohet tash bashkë sakt. Ma ka kalëzu dikush, tash ka gjatë që në huqi pak rrugës kështu edhe demek ka ka një varë se mi jalon hemnin Sejdia. Edhe a i farë zotnia kështu i shkon ka një varë në vakt vete, një varë burë i forës edhe e njohin tonë. Edhe po me një varë momenti i shkojnë punë keqe dhe me të keqe edhe i thonë hajtë e marrin që aty si me thonë të presidenca ose dika që të ka institucionet me mbajtë edhe ambjente, si kërështarë, si së të varësa. Ta shkur një aty mësafer, si me thonë aty Albini, edhe Sejdia, a i mësafiri mas pari ku e Sejdi. Të njohë Sejdin krejta. Edhe vjen njëni, vjen tjetër, vjen si me thonë a i kryeministri i Francës, a president Macron, a XY që shtë, që cili që vjen, mas pari ku e Sejdi, mas pari të full Sejdis. Diku e dhënë që kena me të shumë një vend, ku që aty jena të sigurt që s'njeh kërkush. Edhe e qojnë Vatikanat, mbledhin e Vatikanit atje. Edhe aty kryeministri i Kinës me tonin, me dikan tonin aty. Gat, edhe japën, hej, kështu që i plaku që përre nëse i din. Për papën. E mirë, e mirë. Solide. Aki në një koment të Valja. E një edhe këtë kohën edhe... Po, e ka dopsu puna pak. Ka dopsu, Kjo periudhë dhe kësaj qeverisje ka dopsu shumë. Në, ma, koqero nuk unë. Nga Ngarkesë unë. Shtu që, po... O këqitë e bashkë të allo. Pa, gjetëm se u këthujmë pak në të kaluarën. Ajo, në retro kështë. Sa është svidu njët me shumë të lashe. Mëre, mal, djali njëri. A vazhdojmë tutje, mëre? Hajde. Qysh është ajë fjalla që përdore në Latina? E kom një fjallën e që e një Për dhe që... ndryshe. Për ndryshe, a? Për ndryshe. Për ndryshe. Për ndryshe, në 2026, qka po do me ndru të vetja? Të vetja? Po. Valo, që kësha ndru shumë sene, më të drejten. A je për atë në personat që thupin një janari 2026? Ja, se ashtë, ja, se njësi korë se ti që zbojt. Kështu që se hi vetës me premtime, unë edhe kështu ta që punoj me mu kështu e di që në veç kur e di sakt që bëhet në 100% diçka që atër e dhamë bëhet, kështu që të dhamë që se mundet më bëhet, po du të me këshyra bëhet. A kur e di sakt që është në 100% që atër dhamë po bëhet. A kështu vetës... Si lajmet bre, si lajmet, se vetës që nuk i dho kështu premtime shumë, kështu po që në 2026 kështu kësha pas qef me jetu pak më shumë. Me punu ma pak, a i vjen nëse jeton ma shumë? Me shiju, nuk përdo me punu ma pak, po unë e punoj që gati 15 vjetë, edhe gjatë që në 15 vjetëve, s'po di që më dhonë, s'kom jetu, kom punu. E s'ta kësha pas që pak me jetu, edhe me punu, po pak ma shumë me jetu. Ndërsta dhe djali që ka ardhë? Po, a i ma ka ndru botën kështu komplet, për ndryshe që këtë vesh të tjekë kështu, se mu kam ka 700 sene këtu. A s'përdojnë rahat, a? S'përdojnë rahat. Vjen diqka që kjo djali jem. E ka emrin shumë të mirë. E ka emrin e mirë, asa. Edhe këto është, demek, kur u konë, i ka pas një 8 muj, 9 muj, se tash i ka bo një vjetë. 3 muj, po është, dhe me thonë, kë ma ka lëviz botën pak. Ka ndryshu loja. Kurimit e familja edhe bashkëshortën e ki që punën në një medium dhe është pjesën e informacionit. Qka përni në të shpija e? Wallah, gjithë më shka njerë, Se? Të në drejten. Se, që e temat punës, a? Tash, logarit e, une zakonisht punoj 12 orë në ditë. Vi non punë, non të gjysë, edhe mes deri, 8 non punë, kanë herë në qështu zgjedhje edhe ma shumë. Tash, logarit e gruja em Lirika, ajo shkëm punë ora 4-5. Mas dite, sa ajo emisionin e manë në mbramje. Ja, tash lokariton që dite mirë na me qëto punë të lajme që në senëve, edhe ma ngo ato kër e marë, që të kanë 12 natës, janë nisë me të full për senet e njejta. Leo lojsh, e lëllshme. Interesant është kjo punë, dhe
unë kam eruj shumë një varë konfidencë në punë kështu gjithmonë. Domethënë, lirika në kohë gjithë mu se unë kur si ka të kur gjo. Aden edhe për plot sene kështu, dhe me e këthet qysh është e mëshme që në marrë vesh tjetër kohë nësë më ka kalëzu te. Aden, po, që me vota, na kejtë se cilin njeri është një varë karakterin veti. Aden, kam shumë që konfidencën e punës e kam shumë, s'po di që me thonë, të shprejhon, nuk e... Ta lypë pushimin kur shkon shpejt, s'me folë, lajtë i qetë. Shterë është në energji. Qëra, ma lypë shumë, se kështu pushimin e me fjallën, se e thënë drejtën edhe pletoj me punë shpejt. Kështu shumë mes me djallin fulli, kështu, dhe shpesher, ta shpju kalëzoj me Betanin edhe lirika s'kam qaj po. Ama e të shku në transmetim mos haran. S'kam qaj bëj. Ka gutash. S'kam qaj bëj, qëra. Janë një 5-6 momente kështu në jetë që më kanë zonë të jabu rafsh. A vëdhen, demek, më thej kem kalëzoj këtë diqka, më vetë këtë diqka. Po, qashtë. Unë të jabu rafsh po, dikun vetë dhe qafash, atë nësë dësha që ka thonë. Kjo është sfida çdo gruaje. Nuk e qangu heq, se qangu heq. Se jo bura ndo këtë vit zone out. Menon e ki diçka tjetër, ama vit qeni që aty prezent. Po me momente, apo edhe keni momente që zone out. Në pak, shpëri që me thonë, trunin ma zhvillun e kene. Vërtet, shumë vërtet. A kish bolë atina për deskun informativ? Me dhënë lajmet po? Me dhënë lajmet? A kom potencial. Ki potencial. Për një muj, menoj që nëse kisha ushtru, kisha mu të përqu që atë seriositetin, po... Për lajmet? Po shkenda, s'më tanë. Garinda atë. Shkenda o problemi. Pse? Këtë po bëja e gare. So, edhe pse shkenda është... Po, dhe është ma e... Shumë vjetë me... Ma me përvoj. Po. Natyr tjetër. Një vranë na gati kemi me t'jap izën, kështu që... Qysh dënë mo? Apo dëmë edhe një kongë diçka patriotike që ka për cilë. Nëse. Gogja është... Edhe kemi... Falenderit shumë. Edhe ka diçka për osën mbrana. Shumë falenderit. Që mu, diqysh, unë nuk jem fort njeri kështu që entuziasmona, po interesant është, do me thonë, kur gjithkush ja bëni dhurat djalit tem njëna shumë mirë. E vërtet, halo a mirë se për vete. Për vete, se që manim kështu, po kur i bëni dhurat djalit tem, diqysh shumë njëna mirë. A që alëshoj? Hajde. Shumë. Qo vetë, prak vetë. Ili Shaqiri, në? Kjo është këngë epike, këngë legendare, është për ndryshe e di këto, e di këngë të Ili Shaqirit, kështu generalisht se përmenësh. Ata gjenë është pak, ama është pak, që ata gjenë një të cilën e këngë atë mirë, është të më kujtohet. Hajde, një përzinë e për Dibranit. Që në dhe këtu... I rinjë, 18 shalon su dollë të tregë. Që këto të poshtë nuk është më shku. S'ka me vëllë vëshë, së është dhe në dhe. E din me emara, përshë? Kujtemi që vish lajme të din. Shërën të është. E kom jek të këtu. Ma mirë për një. Për ndryshe, që kjo është kënga me Ili Shaqirit për mu. Pse? Se mesazhin që e ka, edhe që e përqen, është qaja që më përfaqëson mu mas shumë të. Që ka me në konga? E ka një cop tokë për trupin tim. Ama që tash, më kanë e pak është pak tekstin. Nga në tash, nga me vëmendit te, kisha kovarë. Artist. Shko të e klët pak. Tu kam disku. Nga e tash ka me... Qa po thot? A që nga jetë. Me refren që.
Bravo. Ajo këndosh. Faleminderit. Ngoja ma shpesh ti, Gjakovar. Po, U pafshim. Tina. Sukses, Faleminderit sukses, shumë. sukses. Urime vit i ri. Nuk më Cili dëgjoj. qytet patriotik mas shumë ti? Mitrovica. Cili shpejt. Mitrovica. S'ka manda Kosovën ashtu, s'ki nevojë më nda. Ti po mandas Prandaj. Kur gjallë. Krejt Kosova janë patriot. Për ndryshe, Gjerman, ku qelet këtë. Ej, sukses e juve në 2026-ën. Gjithashtu. Faleminderit shumë. Ej, bye, shihemi. Kemi mbetur vetëm në të tre. Treshja e vërtet. Reloadistat. Reloadsat. Reload. Se ke vini u stresu pak më herët, po tash u shliru. Jo, më pse stres? A peshe pyetjet më të mira nuk ja bone pandës. Normalita, ja bëj kështu privati, thom. Po nuk ke pyetje interesante. Sa parë ke harxhuar në 2016 për vit 3 dhe sa parë i ke harxhuar në 2026. 10 vjet diferencë. 10 vjet diferencë. Buxheti kjo i vjen. Unë kam një pyetje për juve. Dhe për hajna. Në 2026-ën çka po doni me marr me vete e çka po doni me lon në 2025-ën? Çka po dojmë me lon? Me lon do shta do gjana të këqija që na kanë ndodhur. Kur po them të këqija janë ato që si dojmë në jetë. Edhe mos më ballafaqun 2026-ën me tonë. Edhe normalisht definitivisht sa bukur, normalisht definitivisht. Por ndryshe. Për ndryshe. 2026 me pas një vit lumtur. Që njerëz me pas disponim të mirë, mos me pas hall shumë edhe të ardhunat, sa ato janë që pak e diktojnë edhe formën qysh kemi e kalu vitin, po të paktën këto normalet me trezën me pas qysh duhet. Besa edhe pushimet, se tash ka ndru koha, jemi 2026 do pushimet mira me shiu, liberalizimin e kemi me shëtit, a ki po ke vini me 100 euro të qenë në për... Mos po shkoj me të parin. Se si ku më kallëzua lofës dikon po. S'munesh me të parin, se me të parin njena. Me të parin njena për momentin, ashtu që s'munesh me të parin është ku kërkon. Artist është, e vërtet. Me të parin vitin tjetër. Me parin... Ani se deri vitin tjetër i bëndo pare. Tash edhe diçka se e përmende aty gjatë bisedës Ermali që është në renovim të shtëpisë të familjes, prindve. Kështu që edhe na 2026 dojmë e renovu reloadin. E vërtet. Nga aspekti teknik, mirë dita si janë. Nga aspekti teknik, dhe më thonë me hapësiran, me studion. Me pas të risi. Me pas të reja, po. Ke vend ti? A don me ndryshu diçka në 2026, a don me lon 2025 diçka? Trakla folin përgjithësi, jo në përfal personalisht. Personalisht me... Qëshini? Martu, jo, martu. Me lon beqarin, dhe me thonë pe lo jetën beqar. Si e beqarte? Me jetu vet, a den, tash po du me janis me jetu me dikan. Jo, veç... Bashkjetes? Bashkjetes. 2026 në bashkjetes? Lotë, se s'de në teren, se shumë e mirë, jemi në disa bytja, adin në zanë ngosht njës pak, Shumë jo e mirë, për që ato edhe ja u vrejma një gabimët, jo që jeni në teren. Qysh nuk e pyti qëta? Unë e kisha fillu aktivitete fizik në 2026, në gjithë thëmë që shto, po du me konë ma aktive fizikisht, ma ndej edhe mendja është ma e shëndosh. Me sport diçka? Po më marë... Bicikl. Latina 2026 s'ka me vëzit, qysh më do? Duna më mësu valla bicikl se s'ka që është del dikon me udhëtu jashtë, krejt duhet me mprit mu. Se krejt marrin bicikl dhe me bicikl e shë ma mirë një qytet nëse shkon me vizitu kudo në Europë. Kështu që penalizohem këtë rast. Rollera a dini rollera jo? Pas në Se je shumë i gatë. Ju të do t'jeni shumë gjatë, kështu që... Stash më amlan qas njerë si këmbesh. Unë po, edhe si të bëj pak ma mirë, kena se rollerat janë sikur patinazh, du me shumë e provu një ditë patinazhin, mi o tregu juve që është di patinazh. Në mos për zona, po thej. Jo, mama, mos më thej ma bëllë ke, gishti aty, gishti madhë. Lëtin te? Kështu? E në reload që a kishë ndryshu, Lëtin, hajtë? Kështë
S'kisha ndryshu diçka në Reload, studion kena me ndryshu pak, disa ndryshime të bukura, të vogla, qaq. Çfarë ngjyra, pe japim ngjyrën se. Reloadi është me ngjyra shumë ngjyrsh. Lumturi rreth ato, kështu që kaq. Një pas ditë të bukura atje. Një pas ditë të bukura. Kështu që për gjithë shikuesit tanë mbetet në mi uru gjitha të mirat për 2026-ën, ta duni familjen aty edhe ti duni miq tuaj për rreth që i keni, reflektoni pozitivisht ç'është Alotina si emisioni Reload. Qofshi të lumtur se krejt njerëzimi m'doket e njeh me lumturinë, kështu që qysh vjen lumturia, atë e njoh veten, kështu që inshallah krejt e njohin veten, shpresoj. Tash në duhet fjalimin apo. Tash të keni fjalën për mbyllës. Për ndryshe pikëtënve, paçi shëndetin me na ndjek krejt vitin që po vjen. Vërtet më rëndësishme. Faleminderit shumë që na ndjekni. Plotësimi më i mirë i mundshëm, se pa shëndet s'ka kur gjohet. Kështu që, si gjithmonë, u pafshim. Urime viti ri. Urime.